Shqipëria po të rrejt gjithnjë më shumë vëmendjen e të rinjve që kërkojnë rritje akademike. Në 5 vjeçarin e fundit, nëse studentët shqiptar kanë preferuar kryesisht vendet evropiane, si Gjermania, Italia dhe Franca, një trend i kundërt po vërehet tek të rinj gjerman, të cilët po zgjedhin gjithnjë më shpesh Shqipërinë. Dy të rinj, Erik dhe Filip, janë një shembull i qartë i këtij fenomeni. Ata kanë qëndruar për 2 javë në Gjirokastër së bashku me një grup studentësh të arkitekturës dhe dizajnit urban, që kryejnë rilevime dhe tregojnë arsyen se pse kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e tyre studimor. When we talk to our supervisor in Germany, Ne vendosëm të jepim një shans, sepse për sa kohë që të gjithë po thoshin fjalë të mira dhe që shkolla zhvillohet njësoj ose mund të jetë edhe më mirë, ne donim të jepim një shans Shqipërisë për pasi kishim diskutuar me njëri tjetrin disa herë, vendosëm që të zgjedhim Shqipërinë. Nga Gjermania lindore dhe përgjithsisht arkitektura atje ka influenca nga luftrat botërore dhe me të ardhur në Shqipëri, specifikisht në Gjirokastër, kemi parë që ka një arkitekturë që është një shtresëzim i shumë kulturave të ndryshme, domethënë greke, bizantine, pak italiane, disa gjëra specifike që nuk mund t'i gjesh kudo në Gjermani ose mund mos i gjesh fare, sepse është unike për këtë vend. Dhe aspekti më interesant që kemi vënë re është strukturimi i çative, se si janë të bëra me rastën e gurit në mënyrë natyrale dhe konstruksioni në përgjithësi i shtëpive gjirokastrite është diçka unike që ti nuk e has asgjë kundi në Gjermani. also the roofs are really. Në bisedat me bashkëmoshatarët e tyre në Gjermani, ata tregojnë se u sugjerojnë studimet jashtë vendit për të përfituar një eksperiencë ndryshe të vlefshme dhe më të gjerë. Historical aspect of the whole city. Afrimiteti ose hospitaliteti shqiptar nuk është diçka unike që nuk e kemi parë asgjë kundi tjetër, sepse në një vend si Gjermania nuk është se njerëzit tregojnë kaq të afërt direkt me një person të huaj, kurse shqiptarët i përqafojnë të gjithë turistat nga do që janë, sepse fundja ne jemi turista në këtë vend, po gjithashtu po studiojmë dhe kemi parë një lloj kulture shumë të ndryshme dhe shumë të veçantë që do na ndihmoj shumë për ta kuptuar më mirë vendin dhe na ndihmoj që të flasim fjalët më të mira për çdo që do jetë interesuar, duke i dhënë edhe një mendim të brendshëm nga ne si dy persona që e kemi eksperiencuar, e kemi parë dhe e kemi shijuar maksimalisht traditën shqiptare. Zgjedhja e Erik dhe Filip për të studiuar në Shqipëri tregon se vendi ynë po kthehet gradualisht në një destinacion tërheqës akademik për të huajt. Eksperiencat që ata fitojnë këtu, jo vetëm profesionale, por edhe kulturore, është dëshmi e mundësive që Shqipëria ofron.